Projekti i Gjerit Kushner për zhvillimin e ishullit të Sazanit dhe Bregdetit përreth përfaqëson një investim me vlerë miliarda euro. Plani parashikon një resort luksoz në ishullin e çmilitarizuar me një investim prej 1.4 miliardë eurosh, si dhe një zhvillim prej rreth 4.7 miliardë dollarësh për gjatvijës bregdetare. Sipas një masterplani të rrjedhur, projekti përfshin 600 shtëpi në rresht, townhouses, 520 vila, 1400 apartamente, një marin me kapacitet për 350 superjahte dhe një fush golfi të shtrira në një sipërfaqe prej rreth 13 milion këmbësh katror. Një pjesë e konsiderueshme e zhvillimit prek ligatinat e mbrojtura pranë lagunës së Nartës, habitati i flamingove dhe specieve të tjera të mbrojtura. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka ngrirë rreth 110 milionë euro nga shitja e tokës të depozituara në llogarinë e një noteri, duke bllokuar transferimin e fondeve tek shitësi. Sipas SPAK, biznesmeni Artur Sheu me bazë në Miami kërkohet në Shqipëri në ndyshimet për pastrim të produkteve të veprës penale dhe trafik ndërkombëtar kokaine nga Amerika e Jugut drejt porteve europiane. Dosjet hetimore pretendojnë se Sheu dhe bashkëpunëtorët e tij ndërtuan një perandori të pasurive të paluajtshme, duke përdorur fonde të përfituara në mënyrë të palishme dhe dokumente pronësie të falsifikuara, duke krijuar titull pronësie të rrem ose duke rritur artificialisht sipërfaqen e pronave. Në prill, Sheu i shiti parcelat bregdetare një kompanie në pronësi të zhvilluesve të projektit, të mbështetur nga Kushner. Prokurorët shkruajnë në dosje se krijojnë dyshime të arsyeshme, bazuar në prova, se pasuritë më sipërme janë fituar përmes përdorimit të dokumenteve të falsifikuara. Përmes avokatit të tij, Kujtim Cakrani, Sheu i mohon të gjitha akuzat. Asgjë nga ato që pretendohet për figurën e zotit Artur Sheu nuk është e vërtet. Ai nuk është as trafikant droge dhe as falsifikator dokumentesh pronësie, deklaroi Cakrani, duke shtuar se familja e Sheut e zotron tokën që nga periudha e perandorisë osmane, më shumë se një shekull më parë. Banorët e fshatit Zvërnec japin një version krejt tjetër të ngjarjeve. Rreth 10 prej tyre i kanë paraqitur Reuters si dokumente pronësie dhe regjistra tatimor, për cilët thonë se provojnë se janë pronarët e lishëm të tokës. Avokati i tyre Konstantin Beko tha se do t'i drejtohet gjykatës për të kërkuar pezullimin e projektit. Mosmarrveshja ka nxitur një val protestash që organizatorët e kanë quajtur revolucioni flamingove, lëvizja më e madhe qytetare në Shqipëri, që prej rënies së komunizmit në vitin 91, protestat kanë marrë edhe mbështetjen publike të këngëtares Dua Lipa. Për më shumë se një muaj, 10 mijëra protestues kanë marshuar drejt zyrës së kryeministrit Edi Rama në Tiranë, duke kërkuar anullimin e projektit dhe dorëheqjen e tij. Kryeministri Rama e ka mbështetur projektin, duke cilësuar atë një mundësi historike për vendin. Ata janë investitor të mëdhenj. Është një shans historik për Shqipërinë, tha ai për Financial Times. Nëse nuk do të ishte Gjerit Kushner, askujt nuk do t'i plasi për flamingot. Për Shqipërinë, për asgjë. Një pjesë e kritikave është përqendruar tek ligji numër 21 fraksion 2024, i cili krijoi një përjashtim nga kufizimet për zhvillime turistike me 5 yje në zonat e mbrojtura. Disa anëtar të Parlamentit Evropian kanë kërkuar pezullimin e projektit dhe shfuqizimin e këtij ligji. Dosjet e SPAK nuk përmbajnë asnjë akuzë ndaj Gjerit Kushner apo investitorëve të projektit. Reuters gjithashtu nuk gjeti asnjë provë që investitorët të kenë qenë në dieni të dyshimeve të ngritura ndaj Artur Sheut në momentin e blerjes së tokës. Një zëdhënës i kompanisë Sazan Real Estate Development deklaroi se kompania beson se blerjet e tokës janë kryer në mënyrë të ligjshme dhe në përputhje me procedurat në fuqi. Ndërkohë Kushner u tërheq në dhjetor nga një projekt i ngjashëm zhvillimi në Beograd pas protestave dhe ngritjes së një akuze për korrupsion ndaj një ish-ministri serb të lidhur me atë projekt.